Fakti që zonja nuk është paraqitur në polici, mas gjithë këtij akti, i fshihet edhe drejtësisë marrës në pyetje, duket qartë azi që pranon në mënyrë indirekte që është fajtore se në të kundërt do shkonte të paktën të thoshte që si isha ndjenia, duhet se janë student drejt e mori. Janë fëmijë pavarësisht se janë nga 19 vjeç, 20 vjeç, nuk janë nga 100 vjeç që vati ka azili kjo edhe. Mirë po, ato që kam vënë në re, jo vetëm edhe Shqipëria ndjek mënyrën se si veprohet në botë, sidomos në ish vendet e lindjes. Pikërisht cateringun marrin ata që janë më të pasurit. Një pjesë e madhe e oligarkëve në Rusi fillimisht e kanë nisur me ushqimin e shkollave, sepse duke qenë se është më pak cilësia e ushqimit që don, fitimet janë shumë herë më të mëdha. Na duket sikur është larg, po të gjitha tenderat për ushqimin në burgje që cilësia është e keqe. Në shkolla me konvikt, siç është kjo, paraja është e madhe. Të ushqimet këta japin? Jo, apo Jo, ideja është që shko me catering në rastin konkret, dhe ushqimet catering ka dhe riskun shumë të madh për të patur edhe helmi. Ushqimi spitaleve shumë e rëndësishme. Mirë po, ne na ka ndodhur disa herë dhe kishim 2-3 raste edhe në shkolla, ose me ujin e pishëm, ose me histori të tjera. Mirë po, duke qenë se nuk është proceduar ndonjëherë që lloj kjo që ishin studentë akademisë së rendit, dhe ishte detyruar policia të merrte masat me njershme, se në rastet e tjera nuk është bërë procedurat të tilla. Jo, ma e të mërshme është ndodhi në qerdhe dhe kopshte fëmijësh, edhe kompania ka disa kontrata me institucione publike dhe me kopshte dhe qerdhe, drejtorin për atë kopshte dhe qerdheve në Bashkinë Tiranë, që ajo është më e rrezikshme dhe shëndeti i fëmijëve është më i rrezikshëm se sa shëndeti i një të rrituri i cili ka më shumë imunitet. Kjo është e gjitha në vazhdën e sigurisë ushqimore që, me thënë drejtën, në Shqipëri është zero, pavarësisht se zonja që e drejton do flasi, kontrollet janë të pakta. AKU-ja, jo sot, që kur është krijuar, është një vatër e madhe korrupsioni. Nuk është se ka krijuar ndonjëherë në një histori suksesi për t'i proceduar. Po të kishë 5 vjetë nuk e të rrisja. Ka 3 muaj. Po, e di. Nuk është përgjegjësi. E di, nuk është përgjegjësi. Aty është AKU-ja, është Kutret Qameti. Ajo duhet të shkojë në Hagë. AKU-ja duhet marrë, duhet thithur. Krim kundër njerëzimit. Krim kundër njerëzimit. Atë që nuk kuptoj është, ore vetë këta që e lejojnë, këta të AKU-sa, po ata që e kanë, o qa hanë të shpite tyre? Ku i blenë këta? U vjen nga Italia? Se zbëjnë kontrol fare. Dhe kompanitë më prestigjioze në Shqipëri fatkeqësisht nuk kontrollojnë dhe mua më ndodh rëndom të prek dhe të ushqime jashtë cilësie ose që u ka mbaruar koha në të emrave shumë të njohur. Po, Shqipëria është rekord, nuk i pranohet asnjë ushqim jashtë në vendet e Bashkimit Evropian. Në Serbi që është në një, nuk i lejohet, në Maqedoni që pothuajse është e barabartë me ne, ja blokon gjitha. Nga shalqirje deri ke gjitha ato që dërgon. Edhe detyrohen dalin me humbje i groposin. E dikush është rasti konkret, zoti Rakipi, fakti që ndodhi në Akademinë e Policisë, prandaj mori vëmendje kaq të madhe, sepse ne kemi plot raste të tjera ku ka helmime brenda institucioneve të ndryshme apo në qerdhe në kopshte të tjera me radhë, po janë raste të izoluara dhe nuk bëhen shumë publike. Në rasti konkret, fakti që ndodhi tek policia mori një vëmendje më të shtuar dhe mendoj që ky rast duhet të shërbej për të monitoruar edhe të numrit të lartë, po edhe Akademia e Sigurisë e tjera me radhë, duhet shikohet që ku lidhet një kontratë, se si është lidhur kjo kontratë, çfarë është ushqimi që shërbehet, në çfarë kriteresh dhe kushte shërbehet. Imagjinoni tani një ushqim që do të shërbehet në mesin e gushtit, që temperaturat janë shumë të larta. Dhe kjo mori vëmendje për këtë arsye, ndoshta po të kishte ndodhur diku tjetër, nuk do të kishte këtë lloj vëmendje, po kjo duhet të tërheqi realisht vëmendjen e institucioneve, sepse AKU-ja, siç e thotë edhe Sokoli, është absolutisht një vatër e pastër e korrupsionit. Ne kemi patur 10 raste kur produkte shqiptare janë dërguar jashtë vendit dhe janë bllokuar dhe janë sinjalizuar nga autoritetet e huaja që janë jashtë çdo standardi.
Dhe imagjino çfarë ndodh, pra kur tentohet të dërgohen dhe jashtë në vende të tjera, imagjinoni se çfarë produktesh. Na blen nga Salive dhe kjo inspektorin më shkruan një për Dash Sulën, se dhe Dash Sula aty punon. Ai kontrollon të gjithë inspektoriatet. Ajo është mbi akut. Të akut, si kemi thënë, po. Se fora me Dashin unë dhe do tjetë kur të marrë dhe disa masa tjera ta. Pjesën e AKU-s ne e përmendëm dhe e zauruam, kam përshtypjen që është një institucion inekzistent kur vjen puna tek siguria ushqimore, por ne nuk kemi as kulturë hetimore që të hetosh atë çfarë ndodh më pas. Ne kemi qenë dëshmitar të 10 helmimeve masive që kanë ndodhur në Shqipëri, njëri prej tyre kujtoj tani në qytetin e Bulqizës, 10 qytetarë të Bulqizës u helmuan për shkak të ujit të pishëm që vinte në çesmat e tyre dhe askush nuk mbajti përgjegjësi për këtë. Edhe në këtë rast kam përshtypjen që nuk ka çfarë heton më prokuroria apo policia apo institucionet tjera. Në këtë rast duhet mbajtur përgjegjësia penale dhe përgjegjësia penale të shkoj atje ku i takon në këtë rast, që përgjegjësi kryesor është kompania e cila ka dërguar ushqimin e helmuar tek Akademia e Sigurisë. Kështu që unë më shumë tani e tutje bëj me përgjegjësi policinë dhe prokurorinë e cila duhet ta hetojë seriozisht të paktën një çështje të tillë që të kemi të identifikuar çfarë shkaktoi dhe kush janë shkaktarët, dhe më pas mund të themi që po kemi pasur një sukses sa i takon tillë lloj hetimi, por kam përshtypjen duke parë se çfarë ka ndodhur në vazhdimsi, mendoj që ky do të jetë një çështje dhe do të jetë një hetim që do të harrohet shumë shpejt. Do të jetë një hetim që do të harrohet shumë shpejt, siç harrohen gjitha gjërat. Siç harrohet ajo partia e Durrës, siç harrohet këtu tani fshihet disa ditë kjo gruaja. Mos kjo që ishte një helmim, shërohen edhe pas 2 ditësh. Po, u shëruan ata sepse shpjegonte një eksperte, sepse kishin dhe imunitet shumë të lartë nga që ishin çuna të rinj, e kupton? Po. Edhe çuna vajza të reja ndoshta, por merrem me mend sikur kjo të bjerë, kjo gjë të ndodh tani në një azil pleq. Ose në spital, sepse gjysma e kontratave të spitaleve janë fituar nga kjo kompani. Nuk është se duhet që të dënojmë kompaninë sikur asnjë produkt që ajo ofron të shërbimi cateringut ka pasoja negative dhe nuk është i kontrolluar, por fakti që ndodh dhe nuk ndodh vetëm tek një student, po ndodh në masë, pra ishin rreth 50 student që janë tregon një mungesë totale të papërgjegjshmërisë. Qoftë të kompanisë, qoftë të administratorit të Akademisë së Sigurisë, sepse dhe aty duhet ketë hallka kontrolli për mënyrën se si ushqen dhe çfarë cilësie ka ushqimi. Të vetë operatorit të blerjeve të përqendruara që ka dhe njësinë e monitorimit të kontratave, a janë monitoruar ndonjëherë të kontratat të ushqimeve, si janë realizuar me çfarë? Ata kanë emra kompanish për prodhimin e vezëve këtu dhe i sjellin vezët nga jashtë. Dhe kanë vetëm 4 pula në për 4-5 pula në përgjumesa. Autoriteti kombëtar i ushqimit